Një tjetër person I shumë kërkuar nga drejtësia italiane bie në prangat e policisë shqiptare. Operacioni koduar Operacionalia 42, I finalizuar nga forca e posaçme operacionale në bashkëpunim me Interpol Tiranën dhe autoritetet italiane, çoi në arrestimin e 57 vjeçarit Fatbardha Xhiu, I njohur ndryshe edhe me emrin Bardhyla Xhiu. Ai u lokalizua dhe u arrestua në qytetin e Lushnjës pas një pune të gjatë hetimore dhe koordinimi ndërkombëtar. Xhiu ishte në kërkim ndërkombëtar prej vitesh nga Interpol Roma, pasi ishte dënuar nga gjykata e apelit e Napolit me 24 vite burg për përfshirjen në një organizatë kriminale që merrej me trafikun e lëndëve narkotike. Sipas hetimeve të kryera nga autoritetet italiane, 57 vjeçari në bashkëpunim me shtetas të tjerë shqiptar ka trafikuar sasi të mëdha kokaine që varionin nga 15 deri në 130 kg, kryesisht në zonën e Casertas në Itali. Aktualisht Interpol Tirana është duke ndjekur procedurat për ekstradimin e tij drejt Italisë, ku pritet të vuajë dënimin edhe nga gjykata italiane.